Shqipëria u poshtë nga Anglia me rezultatin 2-0 në Wembley. Goli i Lewis Skellit në pjesën e parë dhe i Harry Kane në të dytën vendosën fatin e ndeshjes. Pas kësaj ndeshje foli kapiteni Berat Gjimshiti. Besoj që vuajtëm në lëvizje, të them të drejtën shumë shpejt pas ndeshjes të analizosh taktikën. Kam bëretur që vuajtëm thellësinë e Bellingham lëvizte shumë brenda linjës. Në tim të gjithë çfarë kualiteti ka, me një lëvizje nxjerr të gjithë mbrojtjen jashtë dhe vuajtëm te goli i parë. Sidomos nga minuta 60 morëm të gjithë lojtarët vetbesim, me hyrjen e Brojës si fuste në vështirësi. Na dha motivim që mund të kapnim diçka. Si është futbolli, në momentin më të mirë erdhi goli i dytë i Anglisë dhe aty u mbyll ndeshja. Kemi akoma kohë, është vetëm një ndeshje, Anglia është favorite, duhet të fokusohemi në ndeshjen e radhës, të harrojmë këtë sa më shpejt e të mendojmë për Andorrën. Nuk ka ndeshje të thjeshta dhe duhet të fokusohemi për të fituar të ndeshje, u shpreh Gjimshiti për të Foqland.